Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër që këto ditë të verës t'i kaloni shumë bukur me shëndet dhe me gëzime. Është një urim që buron nga shpirti edhe me të ftuarit e mi të përditshëm në këtë studio. Sot do të ndalemi në atmosferë pune, përpjekjesh të vazhdueshme, por edhe finalizimit në një ditë që është quajtur dita e artizanëve këtu në Shkodër. Pas pak ditësh, më 5 gusht do t'jetë kjo ditë e cila natyrisht jo vetëm që pasqyron punën, por kthen edhe vëmendjen në këtë vijshmëri të artit të tyre. Artizanët dhe zejtarët e Shkodrës, por jo vetëm, janë të shumët e madje do ta cilësoja shumë të njohur me produktet e tyre mjaft të spikatura dhe të vlerësuara. Përndryshe nuk do të ishte një vijshmëri e tyre në vite, përndryshe nuk do të ishte një zgjerim edhe i shoqatës artizanëve dhe zejtarëve. Me mua sot në studio për të folur për këtë ecuri, por edhe për të hedhur vështrimin mbi këtë panoramë shumë ngjyrshe të punës së këtyre mjeshtërve, kam ftuar zotin inxhinier Zefgjini, mjeshtër i madh, kryetar i shoqatës artizanëve dhe zejtarëve të Shqipërisë. Inxhinier Zefi, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Është kënaqësi sepse vazhdimisht ne takohemi në këtë studio për të folur rreth punës, ecurisë, ditëve të veçanta, aktiviteteve jo të pakta që ju zhvilloni. Është edhe pak ditë dita e artizanatit këtu në Shkodër. Si do të festohet? Çfarë programi do të ketë kjo ditë? Në radhë parë faleminderit që për ftesën. Jam shumë i gëzuar që unë nëpërmjet jush transmetoj punën e mirë edhe të artizanëve shkodran në radhë parë, po edhe gjithë Shqipërisë. Një falënderim të veçantë e kam për ju për arsye se ju keni intervistu, keni kalu disa artizan. Besoj se jeni të kënaqur me ta. Unë besoj se shumë kush kur i shef prodhimet e tyre jo thjesht ndjen kënaqësi, ndoshta mahnitet, sepse vërtet edhe më kanë pëlqyer se shumica e tyre, duke vlerësuar të gjithë krahët e punës dhe mendjen e tyre, janë gra. Unë jam shumë i kënaqur për këtë intervista, sepse kanë promovu, kanë si thush ekspozu përveç panajireve edhe këtu te ju atë mjeshtërinë e tyre të jashtëzakonshme. Në fakt, si thënë, secili lëvdon veten, po Shkodra është një burim i pashtershëm, krahas tjerave, unë flas për artizanatin, edhe kjo tregon edhe ta mbush menën se artizanët e vjetër shkodran kanë qenë tamam edhe që ne jena duke e njekur rrugën e tyre. Plus që artizanët e kësaj kohe, edhe ma vonë kuptohet, është vetë jeta në zhvillim, kanë bërë dhe artikuj të ri me vlera, por duke bazuar edhe të traditat e vjetra. Ne tani po bëhet disa herë që vi këtu në studion tuaj, dhe është një ditë e shënume për gjithë artizanët edhe zëjët e Shkodrës në radhë parë, por edhe gjithë Shqipërisë për ditën e tyne, dita e artizanatit, të cilën tashmo është një festë e përvjetshme, dhe që merit të tillë ka merit, domethënë meriton lavdërime të Bashkia e Shkodrës. Në fakt është e futur si festë, edhe besoj se është e ligjëruar dhe nuk hiqet më. Është program, po. Tu janë të ndërthuara shumë probleme, por fakti është që, si që thotë edhe ju, ne kena një vazhdimsi
dhe vazhdimësia panajireve, vazhdimësia e festave, vazhdimësia, njohja e artizanëve në mënyrë të vazhdueshme në qytetin e Shkodrës tregon diçka shumë pozitive. E herë në radhë parë që ka vijshmëri puna, ka rezultat pavarësisht nga situatat. Pra, çdo njeri e kupton që një person që del në panajër, ai del edhe për me promovu, pa dhe me shit. E nëse nuk i ecën, ai nuk del vitin tjetër, apo nuk del radhën tjetër. Si do ta organizoni këtë ditë, zoti Zef? Çfarë programi do të jetë? Dita festa e këtij viti do të bëhet me datën 5 para Bashkisë Shkodër. Është një festë që thosh e organizon bashkia, po që e drejtojmë, e monitorojmë shoqata artizanëve. Ajo do të ketë një pamje të përgjithshme, një festë, si thush, duket si e zakonshme, po fakt kena edhe ne ato arritjet tona. Ne fillimisht sigurisht do të rregullojmë gjithë panajirin me çadra, me tavolina, me mresa, me tjera, do t'i rrim gati, domethënë do bëjmë gati që me datën 5 mes vinë artizan nga Shkodra, përfaqësues, kuptohet, edhe nga gjithë Shqipëria. Edhe këtu duhet të theksoj që një pjesë e artizanëve që janë me eksperiencë nga jugu, ato i kanë panajirit e tyre në fakt në Sarandë, Timor e tjerë që janë shumë të zonën, që edhe mund të vijena një prej tyre, por këtë vit unë kam ardhje të reja, kam nga Elbasani, nga Lezhë, kam nga Tirana, të reja krejt, të cilët janë interesuar edhe që unë jo kam hap rrugën që do të marrin pjesë, edhe kështu që them që ky panajër ka me qenë i kompletuar. Do të kena një program që do hapet nga ora 10, hapet domethënë panajiri, ceremonia hapet në 10, po me fillon që në orët e para të mëngjesit. Edhe do të kena sigurisht bisedë, do të hapet nga Bashkia e Shkodrës, besoj nga kryetaria e bashkisë, nga ana jonë si shoqat e artizanëve. Pastaj do të ketë edhe të ftuar, se do të vijë kryetari i Odës Prizanit, Afrem Tajeci, një, si thush, është kryetar edhe është shumë mik i joni. Do të vijë të paktën të që kanë, domethënë që ma kanë konfirmu, do vijë drejtori dhe menaxheri i shoqatës artizanëve të Malit Zi, Boris Mardjanovic, edhe do të ketë përfaqësues nga shoqata të ndryshme në Shkodër edhe në Shqipëri. Do të ketë edhe, besoj, edhe artizan shqiptar që kanë kontribuar për artizanatin edhe janë marrë me artizanatin, që do vinë edhe që janë në emigrim. Do të kena, besoj, përfaqësues tyre që do të bëjmë lidhje në mënyrë që të penetrojmë edhe në Itali, në shtetet tjera, nëpërmjet artizanëve tonë, më thënë. Pastaj do të ketë sigurisht sfilat me kostume kombëtare, do të promovojmë, do të shohim edhe do të ekspozojmë piktura të ndryshme me piktura për të rinjt kush është interesuar, apo edhe për bizneset. Do bëjmë edhe promovime, do të bëjmë edhe adresa, do të jetë edhe duke e realizu aty në vend. Do të kemi agroturizmin që është shumë i rëndësishëm. Do të kena përfaqësues të agroturizmit, sepse ne ju e dini se ne qysh ditët e para 9 vjetësh, ne kena fut para 10 vjetësh bilet. Kemi fut agroturizmin dhe ne kena bën edhe emision televizor para pak kohësh. Dhe kjo është një merit e madhe për mendimin tim e shoqatës tonë, sepse e kemi paraqit një larmi të panajireve, dhe sot është interesante sepse 80% e tyre hala vazhdojnë në për panajire, ato që kena biseduar në fillim. Pra, kontrata që kena lidhë në fillim, ato vazhdojnë pra pasaj, janë disa që e kanë kap vedin, kanë lidhë kontrata dhe vazhdojnë, ato marrin pjesë, por kanë kalu një stad tjetër. Edhe kështu që
do të kenë një larmi aktivitetesh teknike, të cilët besoj se kanë me bën shumë të tërheqëse panairin ton aty në para bashkisë. Zoti Zef, më bëri përshtypje shumë atmosfera që ju mendoni të krijoni, por edhe komunikimi, hapësira që i keni dhënë këtij aktiviteti, kësaj dite të artizanatit. Natyrisht artizanët e zonës, të Shkodrës dhe të zonave përreth, por edhe artizanët nga Shqipëria dhe përtej kufive shqiptar zënë vend në këtë ditë, në ditën e artizanatit, ndërkohë që edhe nga emisionet e shkuara që janë pjesë e kësaj historie, pjesë e këtij rrugtimi të punës, unë e kam ndjerë këtë bashkëpunim edhe nga komunikimet nëpërmjet internetit, Facebookut. Për shembull, ndoshta nuk e di, ju përmendët edhe qytete të tjera që vinë dhe përfaqësues të artizanëve. Unë në këto momente edhe nëpërmjet këtyre komunikimeve dua të përshëndes edhe artizan përtej Shkodrës që siç duket kanë komunikime të vazhdueshme, për shembull zonjën Adelina Marini Theodori nga Delvina, shumë aktivist, nga Berati. Nga Berati, dhe Jeta Qëndestari nga Lushnja, e plot të tjerë, ndërkohë që ju përmendet edhe nga Prizreni, për shembull komunikime të tilla nuk kanë munguar. Dua t'ju përgëzoj, por dhe t'ju uroj mbarësi të gjithë artizanëve. Do desha të dija çfarë panorame, produktesh, mjeshtrish, zejesh, punësh ka jo thjesht Panairi, zona dhe përtej kësaj zone. Ndoshta nuk arrita ta duhet të them diçka në vazhdimsi, që një rol të rëndësishëm luan edhe dhoma kombëtare e zejeve në Tiranë, e cila do të marrë pjesë me përfaqësuesit e saj, që nuk e përmenda se thash të ftuar, po ndër të ftuar kryesor në Shqipëri është ajo dhoma kombëtare, për të cilën unë gjithmonë kam pas shumë shpresë, edhe kam prap. Këtë vit janë, domethënë janë aktivizuar edhe me shoqatën tonë, sepse fundit shoqatën tonë e quajnë si krenari, sepse është puna tillë, ne jena shumë aktiv, duhet ta pranojmë atë, jo për të shitmen, po jena aktiv, dhe nëpërmjet dhomës kombëtare të zejeve, unë si shoqat domethënë kam edhe duhet të krijoj edhe po krijoj edhe lidhje nëpër qytetet e Shqipërisë, sepse në fakt ne jena shoqat për gjithë Shqipërinë, por nuk i kena kapacitetet financiare, krijimi i grupeve tona nëpër rreth, kështu që ne jena, jo se jena të izoluar në Shkodër, po jena i fije si nuk e kena mundësinë. Edhe këtu luan një rol shumë të rëndësishëm dhoma zejeve, që ban lidhjen edhe afron artizan nga gjithë Shqipëria për të marrë pjesë këtu te Panairi i Shkodrës. Kështu që unë e falenderoj. Organizohen panaire dhe aktivitete të tjera në qytete të tjera të Shqipërisë? Zakonisht organizohen. Jeni ju që shëtisni? Ja, ne nuk e arrim, domethënë mi bë gjithë, po çdo bashki, për shembull ti ke pa Delvinin, e ke pa Sarandën, çdo bashki ka ato programet e veta dhe bëjnë panaire. Ne nuk arrim me mbulu. Është e pamujtur, edhe në Shkodër arrim me mbulu të gjitha. Ne kemi një program në Shkodër të veçantë që ja paraqesim çdo fund viti kryetares, dhe e miratojmë një marrëveshje unë edhe kryetaria, edhe zbatojmë një atë grafik, plus kur ka festa të veçanta që ne do të jena prezent. Dhe panorama është e përsa përket asaj që më pyeti ju, këtu do marrin pjesë gjithmonë prodhime agroturistike, për shembull me mjaldin, me djathrat, me vrashtari, ven, raki. Unë kam bërë thirrje edhe prodhime tjera bujqësore, se futen të gjitha në zejtari. Janë disa që, për shembull kam një gru nga Posriba që vjen merr pjesë edhe me prodhime tjera si çajna, vaj ullirit, e shumë prodhime tjera. Që të jenë autoktone në produkte. Janë bio, komplet, janë, domethënë janë me garanci, pse ka një problem që unë aty në Panajër kam njerëz që e prodhojnë vetë.
dhe duke e prodhu vetë kanë ma besim, edhe rëndësi ka që ajo kur shet e del për ditë atje, për sa herë bëhet panajiri, do më thënë që ka sukses edhe njerëzit kërkojnë kur bëhet panajiri, në Shkodër më thojnë kur do me bë E panajiri. kam vënë në re Kështu edhe që nga unë jam shumë i kënaqur këtë drejtim edhe për cilësinë, edhe do më thënë përgjithësi kanë tregu edhe një kulturë të rregull midis Shkodrës, më thoni djerimi, mund të ketë edhe fshatar, qytetar, bile fshatar ka shumë, edhe nuk kam pas asnjë lloj problemi, domethënë, shumë ka qenë një kam mirë pasur kuptim. ecuri normale dhe Krejt normale edhe në kuptimin edhe të marrëdhënieve me njerëzit e kështu, përveç prodhimeve. Pastaj aty do marrin pjesë punime artistike si i dim të qytetit, kryesisht qytetit Shkodrës, janë punime argjendi, punime druri, pirografi, piktura, që janë të i fije më të njoftëna. Do të marrin pjesë rroba kombëtare, si Adriana për shembull që është artiste këtu në Shkodër që ka prodhon kostumet nga më të ndryshmet që do të paraqitet ashtu edhe antare rregullat e shoqatës artizanëve. Do të ekspozojmë edhe gjubletën, me qenë se gjubleta edhe unë si kryetari i shoqatës kam deklaruar ose kam firmos për të, jashtë quh edhe UNESCO-s, edhe për miratim si një diçka e veçantë për Shqipërinë, inshallah po më miratu. Por edhe gjubletën do ta ekspozojmë. Edhe kështu do të ketë një produktet larmi. e tekstilit patjetër. Produktet e tekstilit, të zgjahave, riza, perde, veshje, gjithë çfarë, domethënë Po si xhadet dhe qëllima? Sygjade, qëllima që i ka kryesisht zogajt, do të vinë edhe prej Tirane ose prej Elbasanit me sygjade, këtë radhë, punime leshit. Pra do të ketë një larmi. Çfarë zonash gjeografikisht si përhapet artizanati, jo vetëm në zonën tonë, por edhe më tej? Tash unë në fakt duke pa ligjin e zejeve, jam edhe i pakënaqur në kuptimin e kësaj se duhet me qetë mënyrë që me kuptu njerëzit se kush është ligji i zejeve, edhe duke marrë vesh e duke kuptu ligjin e zejeve, atëherë i bashkohet edhe shoqatës artizanëve e zejeve, sepse shkojnë në një drejtim. Për fat mirë, po për fat mirë thamon ligji, po për fat keq nuk i kuptojnë njerëzit, edhe janë shumë, domethënë 80% mendojnë të firmave në hala nuk e marrin vesh se edhe nuk ju intereson për momentin kështu, se në çfarë drejtimi me shku, por ligji i zejeve na bën që zejtarët dhe artizanët shqiptarë dhe gjithmonë nëpër botë, sepse ne kemi zbatuar 100% ligjin gjerman, futën gati 80% të zanateve të ndryshme që punohet në vend. Pra, kjo jo kjo shoqat, po kjo linja, si mi thënë, çon peshën më të madhe në vend, që nuk e konceptojnë edhe këto partitë e ndryshme kur bajnë kështu me thojnë e gja vogël kjo artizanati. Në fakt, në numër flas, kurse në vlerë lekut, ndoshta janë ato firma, jo ndoshta, po janë firmat industriale që çojnë peshë. Po ama në numër, në sasi, çojnë peshë artizanati. Edhe faktikisht shteti ka shumë lëvërdimet për arsye se harxhon pak e merr shumë. Edhe plus që stabilizohen familjet, me biznes familjar, del edhe e gjaja kryesore e kombëtare që ruajnë traditën e vendit tonë, ekspozohet, ndihmon turizmin, se këtë janë ndihmë direkt e turizmit. Patjetër. Kështu që gjeografia është mjaft e përhapur dhe e shtrirë, apo jo? Është e përhapur, është shtrirë që ne në këtë drejtim duhet me punu shumë, domethënë dhoma kombëtare sidomos e zejve, edhe na si shoqat që duhet me përhap edhe kryesorja që unë kam ngritur vazhdimisht tash disa vite. Edhe faktikisht nuk ka bënë ai gjë kështu konkrete që mendojon, duhet evidentimi i artizanëve në Shqipëri. Evidentimi mund të mos jetë ndoshta 100%, ose të merret për shkak me zona Shkodër. Keni ndërmarrë ndonjëherë nisma ose keni në projektet tuaja të organizoni ose të botoni albume të veçanta të artizanatit, të cilat mund të jenë edhe periodik të veçantë të viteve
ku mund të shtohen emra, produkte, asortimente, emra vendesh, kompani të vogla. Në këtë drejtim ne jena mundu me shfrytëzu për shembull në një projekt vogël ose në një reklam që kena bën nëpërmjet tyne panajireve, po ne nuk kena fonde, as nuk kena forcë për me bën sepse është shumë e nevojshme. Sa të mbështetur jeni, sepse duhet keni edhe mbështetje tuaja. Në këtë drejtim s'kena mbështetje. Ne kena mbështetje për shembull nga Bashkia e Shkodrës, me organizui të panajire të mëdha, festa e artizanatit ose festa ose ma mirë me thënë artizanatin në përnjësi gjithë periferinë e Shkodrës dhe që ameritë e Bashkisë Shkodrë kjo punë. Kemi në një nim për shembull këtë radhë bona një panajirë në Velipoj për promovimin e punimeve artizanale në qendrat Velipojs nga Ministria e Kulturës, që e falenderoj, që më ka ndihmuar edhe për vite tjera. Pra këto janë aty që mundna me bë me itagjana, kurse këto që kërkoni ju ose që kërkoj unë duhen projekte. Edhe projektet në fakt ne jena shumë keq me projekte, e këtë duhet me pas parasysh pushteti qendror. Edhe aftësia jo në fakt për me penetru nëpër projekte të ndryshme, sidomos europiane, që kanë vlerat mëdha që i përfshin të gjitha. Sepse do të ishte ndoshta edhe do të shërbente një guide turistike nëse do të shoqërohej me këtë album të madh ose periodik. Ne kena një album që ka bën dhoma tregtisë, që ajo më e mirë. Por vjen koha aty i evoluar. Natyrisht duhet jetë i përgjithësuar. Duhet bëhen të tjera se s'van. Ajo dhoma tregtisë para disa vitesh ka bën një album shumë të mirë, ajo qëndron domethënë prap. Ndërkohë që me sa shoh një fuqi e madhe e artizanëve janë gra, por jo vetëm. Ndërkohë do të pyesja, sa janë të interesuar të rinjt për artizanatin dhe zejtarinë? Tash për me fol tamam, është shumë problem për ta në Shqipërinë, ju e dini edhe në opinion edhe shifet, konkretisht që njerëzit janë duke tentu për t'ikur. Marrën shkollën e lartë, merr titull, do është merr master, edhe shkon me mbledh mëdhatarë, për shembull atje në Londër e tjere të punon bëjtësi. Kja fatkeqësia e vendit tonë që s'do mu fut politikë, që janë vetë variantet tilla. Përsa për këtë artizanatit, unë për fatmirësisht kam disa nga artizanët e vjetër, të cilët të trashigojnë. Edhe ki trashigim, do më thanë fëmijët e tyre sot i kanë një pjesë 100% në shtëpi. Edhe vazhdojnë, siç është për shembull familja Mjeda. Përshëndetje Kristina, një grua e mrekullueshme, frymëzuese do ta quaja. Që kanë qenë edhe që janë edhe mendojnë të vazhdojnë, sepse janë edhe fëmija që punojnë. Ose për shembull qylimave në Zogaj, në bie qotaj. Edhe kemi shumë edhe në agroturizëm, për shembull, kam një për shembull prodhimi i djathit në bile po ta rekomandoj një Prel Hasani në Hot, i cili të gjithë familjen komplet 100% e ka në punë. I ka djemt me shkollë të lartë, njekën punën, edhe i shkon puna mrekulli, ka një vlerë të jashtëzakonshme ai djathi që them unë, me erza me kështu të bjeshkës, edhe ka ecur edhe me tregti mirë bile edhe jashtë shtetit, edhe me këtë rast e përgëzoj, edhe këtë shembull duhet me njek edhe tjerë. Është vjet e re që shpesh artizanët jo vetëm që punojnë në mënyrë vetjake, por kanë krijuar edhe reparte të vogla, gjë që ka ndikuar në punësimin e një mase ndoshta jo shumë të madhe, po gjithsesi krijon një lloj ekonomie tek punëtorët artizan. Ka të tilla organizime dhe janë karakteristike këto. Domosdoshmë të bash një aktivitet dën vendin e vet. Pra ka aktivitet që dën një vend vogël, ka aktivitete që duhen vend të madh. Një pjesë për shembull siç përmendëm edhe herë djathin, ai ka marrë projekte nga shteti, edhe në lidhje me Komitetin Evropian e Shkollës, dhe ka bën stallat e dhive, ka përmirësu atë raportin e punës, azgjeru. Edhe kështu kemi Baxhën e djathit natyrisht. Baxhën e djathit sigurisht.
Por kështu mund të kenë edhe gjana të vogla edhe me këto artizan tjerë, po më shumë edhe projekte të vogla. Nebia për shembull dhe Melia Zybera i kanë repartin e tyre të. Po kanë të gjithë repartin e tyre. Po Nebia ka një repart madh dhe kjo Mili Haja ka tani ka marrë repart shumë të madh. Edhe ashtu punon shumë mirë, ajo ka edhe bën edhe kurse, merr projekte. Një zgjerim i aktivitetit mbretëresë. Tash për tash ka një ecje shumë mirë. Po. Ndërkohë do t'ju pyesja, si ka ndikuar viti pandemik në punën e këtyre artizanëve? Në fakt unë kam thënë edhe vjet, artizanët kanë përfituar nga Covidi në kuptimin e krijimtarisë, për shembull, kanë qenë në shtëpi, kanë qenë më të përqendruar, janë munduar me bë artikuj të ri, ju ka shku mendja, jo është afruar ajo ideja. Pra nuk kanë qëndruar pushim, absolutisht. Ja, nuk kanë pushuar, nuk mund të pushojnë. Dhe ata kanë pas një variant të tillë, dhe unë e kam quajtur si pozitive, kurse ky vit, me thënë drejtën, ka një farë zhvillimi, po ka shumë ke parasysh ti të prodhosh, duhet të shesish. Nëse ti prodhon e nuk shet, nuk ke rezultate. Shitja është e zvogluar, është ka ra shumë. Si ndikojnë panajiret? Sepse edhe nga intervistat apo takimet që kam pasur, të gjithë pothuajse kanë një interes të veçantë për panajiret. Panajiret i kemi, po. Dua të përshëndes jetë Mira Kajoshin, Stella Toskën, përshëndetje me shumë respekt zoti Zia Karini, kudo që të ndodhet, duket se në Amerikë, apo jo? Po. Por dhe shumë mjeshtër të mrekullueshëm të artizanat. Zonën që njefti. Po, të gjithë. Zona Pashaj. Po. Po, janë... Ajo është një mjeshtër e veçantë, një qëndistare e gdhënjes në dru. Përshëndetje Zana, me shumë dashamirësi dhe respekt. Unë, me qenë se ju keni marrë shumë edhe po njifni shumë nga ato artizanë që marrin pjesë në shoqat, ose më mirë me thënë panajër, keni edhe të tjera boll, do të vazhdosh. Patjetër. Edhe ju rekomandojmë edhe ne. Dorata Shiroka e veshjeve kombëtare, e të tjerë, ndoshta duhet të kem një listë përpara. Kjo është një gjë shumë e mirë për promovimin e prodhimeve dhe e meritojnë, domethënë, me ato prodhime që bëjnë. Ndërkohë, do desha të pyesja, sa rëndësishme është që këto panajire edhe të udhëtojnë, domethënë hapen vazhdimisht në qytetin e Shkodrës, po a keni ftesa, bashkëpunime, kombinime veprimtarish me bashkitë të tjera, apo me qytete apo edhe vende jashtë Shqipërisë? Ne praktikojmë pjesëmarrjen në panajire në gjithë Shqipërinë edhe jashtë, nga artizanët tonë. Unë kam qenë një vit e kam thënë përpara përse në Gjirokastër, ajo organizatori e panajirit më tha nuk mundna me bë panajire pa Shkodrën. Edhe kishte drejt ajo se unë duke numëruar thjesht ato pjesëmarrësit, dilshin mbi 60% shkodranë. Pra, është e pamujtur të bëhet një panajir në Shqipëri, për më bë tamam mos më marr pjesë një shumicë shkodrane. Përsa për këtë organizimit ton panajireve në qytetet tjera, unë vetë që bëj këtë organizim nuk mund të realizojmë, për arsye se ka shumë shpenzime, probleme, se duhen pajisje, duhen çadra, duhen gjana, por unë them që nuk ka asnjë lloj problemi, marrim pjesë në panajire që bëhen nëpër qytetet ndryshme. Për shembull edhe në Ulqin, po kemi marrë pjesë edhe në Ulqin, gjithmonë. Po jo se jena ne organizator, se nuk arrim ne për ta bërë atë punë. Nuk arrim, edhe është logjike se secili bën atë organizimin e vet atje në vendin e vet. Ju thjesht keni ftesa dhe i keni. Ne jena shembull për tonë Shqipërinë, me këtë panajire tona dhe duam me qëndruar në vend tonë, se këtu peshojmë aran, dhe është merit që duhet me përmend vazhdimisht se e meriton, është merit e Shkodrës që është e para në Shqipëri që ka miratuar ditën e artizanatit. Unë kam dëgjuar këtë vit në Presidencë, kam dëgjuar në Elbasan, festojmë ditën ndërkombëtare të artizanatit e tjera. Unë vjen shumë mirë që e thojnë ato, edhe e festojnë, por festën tamam të ligjëruar me këshill bashkiak, me kalu në fest të bashkisë është vetëm Shkodra. Unë kam kërkuar që këtë datë edhe këtë fest
edhe të përgjithësohet si Shqipni, domethënë si vend. Pse? Por Është një veprimtari që lidhet me një pasion shumë të gjithçka madh. lidhet me politikë, këtu edhe nuk bëhen, dikush bëhen. Unë kam kërku, se po më vjen keq, po hala s'kam fillu me bë fort ankesa ose aq më tepër protesta që s'ka shku menja, sepse me thënë drejtën ai na shoqatet bën edhe protest. Por unë po gjithë bashkë kena menen me punu, me ekspozu, e nuk e kena këtë menim. Por me thënë drejtën, më vjen keq qysh në 10 orë, kam paraqit kërkesë Këshillit Bashkiak aktual, që është nderin e tyne me vlerësu shoqatën e artizanëve, sepse unë kam për vjetorët, apo po flas edhe për vitin tjetër, se ne kena 10 vjetorin, edhe 10 vjetorin do ta bëjmë bukur fort, tham kështu kena idenë. 10 vjetorin e ditës artizan, E kuptoj. Dhe Këshilli Bashkiak tash që janë tash nuk kanë të bëjnë fare me politikën, se unë ne e dim se si janë Këshilli Bashkiak, por nuk na intereson fare e punë. Intereson që Këshilli Bashkiak që e ka miratu ditën artizanëve dhe Këshilli Bashkiak që janë sot janë të gjithë shkodran, janë të gjithë për artizanatin dhe i respektojnë, i duhen dhe duhet mu vlerësu. Do shta e kanë në planet e më pastajme. Po shkoj shumë vonë, po shkon qysh në 10 orë, e deri tash nuk është dhënë asnjë lloj përgjigje. Kjo është një shoqatë e njoftën, kjo është një e ligjëruar me dokumenta, nuk është shoqatë që e mbyll tash e hap mas 2 muaj. Sa është zgjeruar shoqata jote? Po shoqata jote nuk shifet vetëm panajiri. Panajiri mund shkojë deri në 50 veta, sepse kaq ka kapacitet. Por shoqata thash edhe herë, kjo është një armatë e madhe e zanatit, se nuk duhet me thënë ai antar ti apo si antar. Allah, kush zanati jot a përfshihet në këtë shoqatë apo jo? Kështu e vlerësoj unë. Absolutisht po. Ndërkohë që jemi në një sezon turistik, si ndikon në vjushmëri gjithmonë në sezonin turistik, sepse nëse flasim për produkte të veçanta, unike, karakteristike, duhet të shoqërohen dhe a hyn në guida turistike pikërisht edhe këto produkte. Tash këtu në Shkodër janë bërë shumë agroturizëm, për shembull shumë pika, që unë vetë nga një herë më duket si çudi, për shembull në një fshat thellë aty në për male, në për kështu është shkruar me një tabelë vogël aty, agroturizëm e tjerë që unë kam dhëna, kam taku, që shkruajnë shumë njerëz nga se sot punohet me internet. Ai vjen prej Gjermanisë, po marrim shembull, e thot ku ka shtëpinë, për shembull, ose ku ka atë vendin Zevgjini ose dikush tjetër. Pra këtu janë zhvilluar shumë edhe ky zhvillim është nga puna që bëjnë secili biznes ose secili artizan ose zejtar në këtë drejtim. Ne kena pretendime për me zhvillu ma tepër. Për shembull kam kërku që kalaja e Shkodrës, si çdo kala tjetër, të bëhet për turizm, për artizanatin e zejtarin. Ku mund të bëhet? Unë nuk kam pretendime me marr dikuje, me kalu të artizanati, po ose të bëhet një ndërtim gjatë rrugës, që do të ishte shumë mirë si puna e kryes, që rruga jonë këtu është shumë e vështirë, po gjithçka bën njeriu. Ose marrën në kala, duhet ashtu që në ka viti që e kërkojmë këtë dhe nuk ka bë. Unë shoh shifrat, unë nuk e prek me dorë, nuk e di se sa vet vin, po kur shohun sa vet e një gjë në për media se sa vet vin në kalon e Shkodrës, merrem me imanitur, domethënë pse mos t'jena ne aty prezant. Pra gjithsesi në rrugën tuaj ka sfida, ka projekte, ka vështrime, perspektive, por ka dhe probleme të ditës të cilat kërkojnë zgjidhje, kërkojnë vëmendje akoma më të madhe. Në fakt ju nuk mbeteni në vend siç edhe e kam ndjekur. Aktivitete të shumta, panajire më së shumti, gjallojnë jetën në qytet, në qendër, në pedonalen Kollidromeno, por jo vetëm, dhe besoj që edhe pas kësaj dite do të keni të tjera aktivitete në vijim. Ne kena programin të miratuar, siç thashun, nga bashkia, me shoqata me bashkinë, dhe do të zbatojmë programin 100% deri në fund vitit. Por viti ardhshëm do të jetë në një festim jubilar të shoqatës suaj. Vitin që vjen. Unë do të pretend do të mulkam
me bashkinë që të merren masat që në fillim vitit në mënyrë që me datën 10 qershor, jam e ndryshu datën, me bo festën e ashtu siç është miratu, festën e artizanatit dhe kam pretendimet e mia për me bë një diçka si do që tjetë i fije ma ndryshe nga këto panajret e tjera. E të bëhat një fest e madhe, e këtë shumë ka ndorë bashkia, edhe kam shpresë që do në animojnë. Përsa për këtë asaj që ne punojmë, se më falë, ne në fund funit pretendojmë, flasim, kërkojmë, po ne bëjmë merën tonë, pësaj me panajret i bëjmë, punën e bëjmë vetë, nuk kena lidhje me kërkan, as kena rroga, as kena të ardhuna, por dalim me ato të ardhuna që kryojmë vetë edhe punojmë. Besoj se pasioni, përkushtimi, pasioni, përkushtimi, me maj familjen, frymëzimi, të gjitha futen në këtë dashuri të madhe siç është po puna. ne na duket vetja si të pamvarur. Krejt si shoqat, lene si person. Se si person ju e prejman i pamvarur se punon. Po edhe si shoqat duket. Kena edhe atë shtyllën bashkisë. Sepse na jep leje se mund që mos jep leje. Po ne na jep lejen, tjerat i bëjmë vetë. Edhe kështu që na dalimi na krejt pamvarur, punojmë, bëjmë. Kur njeriu është i pavarur, i lirë nga shumë ligjeve më mirë aspekte, besoj se ndjehet akoma edhe më mirë në vjeshmërinë dhe në ecurinë e tij. Zoti Zef, ju falenderoj shumë për të gjithë çfarë thatë, sepse gjithmonë kur është një ditë festive, zakonisht njerëzit përqendrohen tek festa, tek organizimi, po është shumë e rëndësishme të reflektosh mbi punën, ecurinë, vëmendjen që duhet të kenë, mbi atë rrugë perspektive ku duhet të mbërrish në stacione të herpashershme. Ndaj me këtë vështrim, do thuash, gjithë përfshirës të problemeve, të ecurisë, të arritjeve, të zgjerimit, të zhgënjimeve her pas here, ju bët një panoramë të përgjithshme të kësaj pune, natyrisht pa humbur asnjëherë vëmendjen për bashkëpunimin dhe lidhjen, sepse vetëm në këtë mënyrë çdo gjë gjallon e bukur dhe zhvillohet akoma më shumë. Ju falenderoj për së tepërmi dhe uroj nëpërmjet jush gjithë artizanët e Shkodrës, por jo vetëm, që të ketë ecuri të mrekullueshme në aktivitetet e tyre të përditshme. Unë desha nëse më lejon bëj një thirrje që për këtë vit, domethënë për këtë ditë, kemi edhe disa ditë, 6 ditë, sa mund 7 ditë. Edhe i bëj thirrje të gjithë artizanëve të Shkodrës edhe jashtë Shkodrës që me datën 5, duke komunikuar me telefon ashtu siç kam njoftuar në Facebook, janë të lirë, pa pagesa, pa gjë, janë të lirë me marr pjesë. Për vitin tjetër duhet mendojmë, megjithëse ne do të marrojmë këtë festë herë, por do të mendojmë për një pjesëmarrje shumë më të gjatë edhe me një program të veçantë. Ju uroj gjithat mirët, faleminderit nga ana juaj. Faleminderit shumë, suksese, mbarësi dhe ecuri të shkëlqyer. Faleminderit. Faleminderit për ju.